Kam qësimet shumë të terapi shumë e rëndë nuk mëjnë të përcjellë seancën. Këtë më gjendje me mëzë. Brenda burgut. Sot në gjykatën themelore në Prishtinë është mbajtur seanca gjyqësore ndaj Muharrem Qerimit dhe Bedresh Abanit, të cilët sipas prokurorisë speciale kanë kryer veprën penale të spionazhit. I akuzuari për bashkëpunim me Bjen Serbe me të filluar seanca kërkoi të ndërpritet shqyrtimi gjyqësor me arsyetimin se nuk është mirë me shëndet. Ke marrë trajtim shëndetësor? Po, nga morë, për nuk është aksesuar terapia që është unë, e pa mund që e morë pjesë e seancës. Nuk ka qenë gjendje në mirë shëndetësore, prejsje. Ka dërguar tek doktorin brenda burgut. Po, brenda burgut. Ka dërguar tek doktorin. Seanca mos i bëhet, nuk jam gjendje me mëzë. Brenda burgut. A ka terapi diçka ose? Po, terapi, po, dhe plus e sa jam dikshire pjesë. Pas këtij deklarimi, stafi i gjykatës e kontaktoi mjekun e qendrës së paraburgimit në Gjilan, i cili sipas gjyqtarit Rahman Beqiri e konfirmoi vërtetësinë e deklaratës së të pandehurit. Kështu, a vazhdon me pas shqetësime të njëjta shëndetësore? Kam shqetësime shëndetësore më shumë se paragrafit. Vetëm pak. Po? Kam shqetësime shumë të dhe kërkoj mënyrë humane që të shtyhet kjo seanca tjetër dhe në herën tjetër kësaj që do të bëjmë më mirë, për shkak se terapia që më themon terapi shumë e rëndë nuk mund të përcjell seancën. E për ta elaboruar këtë çështje më në detaje, mediat me vendim të trupit gjykues përkohësisht u larguan nga salla. Ndërkaq me vendim të trupit gjykues, seanca u caktua për një datë tjetër.